Analisti Agim Vuniqi në një prononcim për gazetën Bota Sot e ka vlerësuar në nënshkrimin e marrëveshjes për Bordin e Paqes si një moment me peshë simbolike dhe politike për Kosovën, në një kohë kur, siç thekson ai, arkitektura tradicionale e sigurisë ndërkombëtare, veçanërisht OKB-ja, po përjeton erozion prestigji, bllokada vendimarrje dhe krizë besueshmërie. Sipas Vuniqit, ky zhvillim nuk është thjesht ceremonial, por sinjalizon kërkimin e mekanizmave të rinj multilateral, më fleksibël dhe më efektiv, për ndërmjetësim, parandalim konfliktesh dhe ndërtim paqeje. Ai thekson se për Kosovën rëndësia e këtij momenti u thellua nga prania dhe roli aktiv i presidentes Vjosa Osmani, si e vetmja presidente grua ndër nënshkruesit. Nënshkrimi i marrëveshjes për Bordin e Paqes shënon një moment me peshë simbolike dhe politike për Kosovën, në një kohë kur arkitektura tradicionale e sigurisë ndërkombëtare, veçanërisht OKB-ja, po përjeton erozion prestigji, bllokada vendimarrje dhe krizë besueshmërie. Ky zhvillim nuk është thjesht ceremonial, ai sinjalizon kërkimin e mekanizmave të rinj multilateral, më fleksibël dhe më efektiv, për ndërmjetësimin, parandalimin konfliktesh dhe ndërtim paqeje. Për Kosovën rëndësia e momentit u thellua nga prania dhe roli aktiv i Vjosa Osmanit, si e vetmja presidente grua ndër nënshkruesit. Afërsia e përzemërt dhe respekti politik i demonstruar nga presidenti amerikan ndaj saj nuk është detaj protokollar, por sinjal diplomatik. Në marrëdhënie ndërkombëtare, gjua e trupit, koha e vëmendjes dhe simbolika e pozicionimit shpesh paralajmërojnë orientime strategjike përpara se ato të formalizohen në dokumente, ka thënë Vuniqi. Ai shton se këto afrime nuk do të ndodhin përmes deklaratave të menjëhershme, por përmes procesit. Në këtë kontekst, Bordi i Paqes shfaqet si platformë post-OKB, jo zvendësim formal, por plotësim pragmatik i boshllëqeve që Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk i mbulon dot më për shkak të vetove dhe polarizimit gjeopolitik. Për shtete të vogla por konstruktive si Kosova, këto platforma janë leva e re e ndikimit, aty ku kontributi konkret vlerësohet më shumë se statusi formal. Përfitimi strategjik i Kosovës qëndron në 3 shtylla: legjitimitet funksional përmes rolit në paqe, kanale të reja komunikimi me shtete mosnjohëse në kontekste jo konfrontuese dhe përforcimi i aleancës transatlantike, ku mbështetja amerikane shfaqet jo vetëm si garanci sigurie, por si kapital diplomatik për zgjerimin e njojeve, po thekson Vuniqi. Analisti thekson se përfitimi strategjik i Kosovës qëndron në 3 shtylla kryesore: legjitimitet funksional përmes rolit në paqe, kanale të reja komunikimi dhe përforcimi i aleancës transatlantike. Në një botë ku rendi liberal po rikonfigurohet, Kosova fitoi jo thjesht një nënshkrim, por një pozicion. Sfida tani është ta shndërrojë simbolikën në diplomaci të qëndrueshme, me agjendë, me praninë e duhur dhe me konsistencë. Bordi i Paqes është mundësi reale, jo premtim automatik, por në diplomaci mundësitë e tilla janë pikërisht ato që hapin dyert që më parë ishin të mbyllura, ka përfunduar ai.